Edhe e shpejt, edhe e shishme, edhe e dini që po hani diçka të shëndetshëm. Kështu dik. Normal, kjo masi që të ftofet, kjo është me çokolladë, buhet hala ma e ngurë, preferohet mu pregadit para iftarit. Tani e mbëlsirë shumë e shpejt që mundi me shfrytzu para iftarit, mundi me shfrytzu mas iftarit ose edhe për bajram. E kjo është njëna të embëlsirave që unë e thëmë me hungër. Më thonë ka që kishim për sot, kjo një embëlsirë e shpejt, e shishme edhe e shëndetshme. Për juve që e provoni, ju boft mirë edhe shimi në epizodet tjera.